Në një atmosferë reflektimi të thellë u promovua libri më i ri i Gledis Nanos, ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, me titull Procesi i rehabilitimit dhe riintegrimit të të burgosurve. Në thelb të këtij botimi qëndron sfida komplekse dhe nëntrajtuar e kthimit të individit në shoqëri pas vuajtjes së dënimit penal. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të promovuar një libër, por për të ndalur për një çast dhe për të reflektuar së bashku mbi një nga sfidat më të ndërlikuara dhe më pak të adresuara në realitetin tonë shoqëror, udhëtimin e individit pas daljes nga burgu dhe përpjekjen e tij për të kthyer në jetë me dinjitet. Kam shkruar me bindje se rehabilitimi nuk është një luks, por domosdoshmëri. Ky botim nuk është bërë për qëllime komerciale, a vendosur që të gjithë të ardhurat që do të gjenerohen sot nga shitja e librit të dhurohen për fondin e familjeve të policëve, punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës. Studiuesi Irakli Koçollari e cilsoi librin si një ndërmarrje delikate por të domosdoshme që trajton një prej plagëve më të thella të shoqërisë dhe shërben si orientim për individët dhe institucionet që merren me zbatimin e ligjit. Subjekti i këtij punimi, studimi monografik, është ndoshta nga ndërmarrjet më interesante, më të vështira, më delikate, më të ndjeshmet, por njëkohësisht dhe më të domosdoshmet për të trajtuar. Do t'i shërbejë institucioneve dhe individëve ligjzbatues që merren me këtë almej, me këtë punë të vështirë, por njëkohësisht dhe kaq fisnike. Eksperti kriminalistikës Ervin Karamuço theksoi se nevojitet më shumë fokus te mënyra se si rehabilitohen të dënuarit brenda sistemit. Po na hyn me 2 cigara hashash dhe po na dalin vrasës me pagesë. Pra duke parë sistemit, ne në një farë mënyrë reduktojmë mundësinë që këta të bëhen një shpurë, një ushtri e madhe kundër nesh. Ndërsa botuesi Naim Zoto vlerësoi librin si një punim me vlera të larta shoqërore dhe akademike që i jep zë atyre që rrallë dëgjohen dhe që ndihmon në ndërtimin e një shoqërie më përfshirëse. Libri, më saktë draft dorëshkrimi i Gledisit, thjesht nga pikpamja formale duke që ishte formatuar nga një profesionist. Teksti kishte të gjithë ato që duhet ketë një libër i standardit akademik. Botimi i Gledis Nanos nuk është thjesht një libër, por një thirrje për ndërgjegjësim kolektiv dhe përfshirje njerëzore në një nga betejat më të heshtura të shoqërisë shqiptare.